Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, tha në një postim në rrjetet sociale se vendi i tij po përballet me presione të ndryshme politike nga rajoni, duke përmendur në mënyrë direkte Prishtinën, Tiranën dhe Zagrebin dhe paralajmëroi blerje të reja ushtarake. Situata e sigurisë është disi më komplekse se sa në janar, kur u trajtuam atë, kryesisht për shkak të veprimeve dhe aktiviteteve të mëtejshme të aleancës ushtarake të Prishtinës, Tiranës dhe Zagrebit. Angazhimi ynë për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit nuk ka ndryshuar dhe ne mund ta ruajmë atë vetëm nëse jemi mjaftueshëm të fuqishëm, shkroi Vučić në Facebook. Ai shtoi se pavarësisht këtyre zhvillimeve institucionale, serbe do të vazhdojë punën për forcimin e shtetit dhe mbrojtjen e interesave kombëtare në rajon. E në lidhje me këtë temë, në një prononcim për Bota Sot, ka folur ish ushtaraku Hafir Hoxha. Ai thotë se deklaratat e Vučićit për presione nga vendet fqinje nuk janë të rastësishme, por përdoren për të larguar vëmendjen nga problemet e brendshme në Serbi dhe për të krijuar ndjenjën e një kërcënimi të jashtëm. Ai gjithashtu nënvizon se këto deklarata shërbejnë për të justifikuar masa ushtarake dhe për të ushtruar presion politik në rajon, veçanërisht ndaj Kosovës. Deklaratat e Aleksandar Vučić për presione nga Prishtina, Tirana dhe Zagrebi nuk janë të rastësishme. Ato kanë disa qëllime të qarta. Së pari, për konsum të brendshëm, për të larguar vëmendjen nga protestat dhe problemet politike në Serbi, duke krijuar ndjenjën e një rreziku të jashtëm. Së dyti, për të justifikuar forcimin ushtarak dhe masa si shërbimi detyrueshëm, 70 ditor, duke i paraqitur si të domosdoshme për mbrojtje. Së treti, i bën këto deklarata për presione politike në rajon, sidomos ndaj Kosovës në procese dialoguese, u shpreh ai. Duke vazhduar, ish ushtaraku shton se një sulm ushtarak ndaj Kosovës është shumë i pamundur për shkak të pranisë së KFOR-it dhe NATO-s, prandaj këto deklarata janë më shumë propagandë dhe strategji politike se sa një plan real për luftë. Megjithatë, duhet të jemi realist, një sulm i hapur ushtarak ndaj Kosovës është shumë pak i mundshëm për shkak të pranisë së KFOR-it dhe rolit të NATO-s këtu në Kosovë. Në thelb, kemi të bëjmë më shumë me një strategji politike dhe propagandistike se sa me një plan real për konflikt armatosur, thot ish ushtaraku. Në fund, ai nënvizon prononcimin duke u shprehur se Serbia vazhdon ta shohë Kosovën si të palishme dhe ushqen narrativën e rikthimit të saj në të ardhmen. Prandaj Kosova duhet të forcojë mbrojtjen dhe të synojë antarësimin në NATO, duke ju përgjigjur kështu situatës me qetësi dhe maturi. Por, pa marrë parasysh si sillet e çka flet Serbia, derisa ne me luftë jemi nda, kemi shpall pavarësinë, Serbia është detyruar me dhunë të largohet nga Kosova dhe nuk e njeh pavarësinë dhe institucionet e Kosovës politike dhe të sigurisë legjitime, por paralele, jo legale dhe armiqësore. Serbia ashtu kultivon narrativën e saj në popullin serb, në gjeneratën e reja dhe në momentin e parë kur do të jetë mundur, kur do të tërhiqen forcat e NATO-s nga Kosova, ata do të kthehen me ushtrinë e policinë e tyre përsëri në okupim, por në çlirim të Kosovës për ta. Kjo mund të ndodhë pasi Serbia po punon e përgatitur për një gjë të tillë dhe detyrë e parë kryesore për Kosovën është që sa më parë të bëhet pjesë e NATO-s dhe të përgatitet me armatim dhe doktrinë mbrojtëse ndaj sulmeve eventuale nga Serbia. Qetësia, analiza dhe maturia janë përgjigja më e mirë ndaj kësaj retorike, përfundoi ish ushtaraku Hafir Hoxha për Bota Sot.